أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد falënderimet dhe ladhrimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavatet dhe salamat I dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam. Paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqer besnik dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra agjërues, jemi në ditën e parë të këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Edhe si vjet sikurse vitin e kaluar, do të flasim për emrat e Allahut Azza wa Jall. Nëse ju kujtohet, vitin e kaluar çdo ditë të Ramazanit kemi marrur nga një emër të Zotit xhallahu ala. Na kanë mbetur edhe shumë emra për ta përmbyllur këtë cikël të ligjratave. Andaj kemi vendosur që edhe në këtë Ramazan, çdo ditë të Ramazanit, duke filluar nga kjo ditë e parë e këtij muaji të bekuar të Ramazanit, të flasim për emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall, duke lutur Allahun të na jep iman, besim, sinqeritet në atë çka e themi dhe duke e shfrytzuar rastin t'u bëj për hajër muajin e bekuar të Ramazanit, me shpresë në Allahun që të dalmi fitimtar nga ky muaj I bekuar. Me lejen e Zotit xhallahu ala, emri që sot do ta trajtojmë dhe do të flasim për të është emri I Allahut Azza wa Jall El Qawi, që do thot I fuqishmi. Është pra ndër emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall, pra emri El Qawi, që në gjuhën shqipe përkthehet I forti, I plot fuqishmi, që do thot Allahu Azza wa Jall është ai për të cilin nuk ka ndonjë pengesë të realizojë vullnetin dhe përcaktimin e vet. Është Allahu Azza wa Jall që ka mundësi dhe forcë të plot për të nështruar çdo gjë në këtë ekzistencë. Ky emër I bukur I Allahut Azza wa Jall është përmendur gjithsej në Kur'anin famlart 9 herë, pra në shumë ajete. Për shembull, në surën Anfal, Allahu tha në ajetin 52: "Kedabi ali fir'auna wal ladhina min qablihim kafaru bi ayati Allah fa akhadhahum Allahu bi dhunubihim inna Allaha qawiyyun shadidul iqab." Kështu ndodhi edhe I tharëve të Firaunit dhe atyre që kanë qenë para tyre. Ata I mohuan shpalljet e Allahut dhe Allahu I dënoi për shkak gjunave të tyre. Me të vërtetë Allahu është I fuqishëm dhe ndëshkon ashpër. Gjithashtu tha Allahu në surën Hajj, ajeti 40: "Wa la yansuranna Allahu man yansuruh, inna Allaha laqawiyyun aziz." Me të vërtetë Allahu ndihmon çdo që ndihmon Allahun Azza wa Jall. Allahu është I fortë dhe I plot fuqishëm. Gjithashtu tha Allahu në surën Hajj, ajeti 74: "Ma qadarullaha haqqa qadrih, inna Allaha laqawiyyun aziz." Ata nuk e çmojnë dhe madhrojnë Allahun me vlerën e tij të vërtetë. Me të vërtetë Allahu është I fortë dhe është I plot fuqishëm. Dietarët janë mundu që këtë emër të bukur të Allahut Azza wa Jall me I dhon këtij emri kuptim në aspektin gjuhësor edhe në aspektin legjislativ fetar. Se për këtë aspekti gjuhësor kanë dhënë kuptime të ndryshme. Disa prej tyre kanë thënë El Qawi është e kundërta e El Daif. Pra El Qawi I fort, El Daif është I dobët. Andaj Allahu Azza wa Jall pra është I fortë dhe I plot fuqishëm. Disa prej tjerëve kanë thonë El Qawi është ai që ka fuqi të plot për diçka. Të tjerët kanë thënë El Qawi I thuhet atij që ka forcë, fuqi, pra për diçka. Ndërsa kuptimi I emrit të Allahut Azza wa Jall, sa I përket lajtmadhërisë së Zotit xhallahu ala, El Qawi, kanë thënë ulemaja, është definicioni I ajetit kuranor, pjesës e ajetit surës Anfal, ajeti 52: "Inna Allaha qawiyyun shadidul iqab." Me të vërtetë Allahu është I fuqishëm dhe ndëshkon ashpër. Kanë thënë dietarët, El Qawi, sa I përket lartmadhërisë së Allahut Azza wa Jall, është ai që nuk ka mundësi askush ta mposhtë. Ashtu sikurse nuk ka mundësi ta kundërshtoj askush kaderin, caktimin e tij. Dhe caktimi I tij realizohet pa shmangshëm te krijesat.
Dënimi i tij është i rënd për ata që e kundërshtojnë dhe për ata që mohojnë emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall. Njëri prej dietarëve tjerë ka thënë, El Qawi do thot nuk mund ta mposht atë askush, as ti ik ati askush. Disa prej tyre kanë thënë El Qawi do thot askush nuk mund ta mposht Allahun, e ta largoj apo shmang dënimin e tij ndaj atij që Allahu ka vendosur me e dënu atë. E prej tyre kanë thënë El Qawi është ai që ka fuqi të plot, nuk e ka plon pa mundësia as pa aftësia në asnjë gjendje apo situatë, përderisa krijesa dhe nëse cilësohet si e fortë, forca apo fuqia e krijesës e ka një fillim dhe e ka një fund, harxhohet për disa gjëra dhe është njeriu i mangët në fuqi dhe është i paaft. Pra, Allahu ka fuqi absolute dhe fuqia e tij nuk ka fund, ndërsa ka mundësi njeriu me pas forcë, por jo absolute, nga se forca e tij harxhohet, forca e tij e ka një fillim dhe forca, do thot, e njeriu e ka një mbarim. Si shfaqet, do thot, fuqia e Allahut Azza wa Jall në kozmos? Si manifestohet emri Allahut El Qawi? Do thot, kanë thënë ulemaja, do thot që Allahu është i fuqishëm dhe këtë argumenton edhe fakti se Allahu i jep fuqi edhe atyre që e kërkojnë atë prej tij. Andaj vetëm prej fuqisë së tij vijnë fuqi që ndihmojnë muslimanin të kryej ibadetet, mandje edhe të kryej detyrat e përditshme. Andaj kërkon nga Allahu Azza wa Jall, pra nga i lartmadhruari, i plot fuqishmi, që të jap fuqi ta kalosh Ramazanin, pra në mënyrën më të mirë të mundshme. Gjithashtu El Qawi na jep me kuptuar që pa Allahu nuk ka fuqi. Do thotë Allahu është i fuqishëm se ai jep fuqinë atyre që kërkojnë prej tij dhe normalisht pa Allahun Azza wa Jall nuk ka, do thot, fuqi. Për atë arsye, Allahu Azza wa Jall tha në surën Adh-Dhariyat, ne kemi ndërtuar, do thot, qiellin me fuqinë tonë dhe ne e zgjerojmë, do thot, qiellin. Andaj njeriu kur e shikon këtë hapësirë gjigante, kur e shikon diellin, hanën, kodrat, çka bën ky njeri? Pra, ky njeri mendon dhe e shef se sa i fuqishëm është El Qawi, Allahu Azza wa Jall. Gjithashtu, për ta kuptuar fuqinë e Allahut Azza wa Jall, na duhet ta shikojmë dobësinë dhe paaftësinë tonë kur na sëmuremi, kur na shqetësohemi, kur na goditemi me diçka. Atëherë çka thojmë? O idha meritu fa huwa yashfin. Kur smuremi, Allahu Azza wa Jall na shëron se është i plot fuqishëm. Fuqia e tij manifestohet në këtë dunjë gjithashtu se ai i gjinjëzon krijelartët, i gjinjëzon këtë botë edhe botën tjetër. Ka gjinjëzuar Nemrudin, Hamanin, gjithashtu ka gjinjëzuar Firaunin, Karunin duke e shafitur tokën dhe duke e gëlltitur atë. Gjithashtu Firaunin duke e gëlltitur deti, ndërsa Nemrudi, i cili thoshte se mund të jepte dhe marrte jetë, Allahu i dërgoi një mushkojnë, e cila i hyri në perimet hundës, i shkoi në kokë dhe e cila pra filloi të hante nga brenda. Dhe normalisht për shkak saj, do thotë ai nuk mund t'i me përballu dhe njerëzit filluan të arrahin me nallane nga jashtë në kokën e tij për shkak dhimbjeve të mëdha. El Qawi shfaqet edhe në krijimin e kodrave. Sa që njeriu t'i duket diçka madhështore, ai vazhdimisht atë e bën të vogël edhe e kujton fuqinë e tij absolute xhela wala. Andaj Zoti xhela wala është ai i cili ka krijuar çdo gjë. Dhe për t'i sfidu udhëtarët e Mekës, të cilëve kodrat ju dukeshin madhështore, Allahu Azza wa Jall u tha, kur të pyesin ty o Muhammed, wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa, thuaj ato do t'i bëj pluhur e hi Allahu Azza wa Jall, ndërsa toka do të bëhet fush e shkret, e nuk do të shohësh atë në atë më as lugin e as brigje. Andaj detet e gjera tregojnë se fuqia e Allahut është absolute. Bile fuqia e tij është që këto dete me i shndru në zjarre. Kodrat e larta, gjigante, fuqia e tij i bën pluhur dielli dhe hana, fuqia e tij do thot i fut në xhenem. Dhe normalisht nëse smundjet të trembin, atëherë strahohet tek fuqia e Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall do thot prej gjërave
që Zoti përmes tyre e shfaq fuqinë e tij, është thamë që e ka shfaq edhe te Karuni. Dhe normalisht ka dashur na tregu Zoti xhelalu ala te Karuni që Allahu është i plotfuqishëm dhe ai ka fuqi absolute. Fuqia e Allahut azza wa xal është e plot. Aja nuk ndryshon në asnjë situatë, në asnjë gjendje. Te Allahu azza wa xal nuk ka tmeta fuqia e tij dhe nuk ka mangësi, nga se është fuqi e cila do thot është absolute subhanahu wa ta'ala, dhe Allahu nuk është i pafuqishëm do thot për asgjë. Të gjitha gjërat i nënshtrohen Allahut azza wa xal dhe mjafton Allahu me i thon kun feyekun, bëhu, edhe ato bëhen me lejen e Zotit xhallahu ala. Allahu azza wa xal shpesh herë do thot e ka përdor dy emra, i ka përdorur te tij El Qawi, El Aziz, dhe kjo ka ardhur në disa vende në librin e Allahut azza wa xal. Gjithsej do thot ka ardhur 5 vende në Kur'anin famlar, do thot El Qawi El Aziz, për të treguar se Allahu është do thot El Qawi, është i fuqishëm, edhe El Aziz është krenar dhe i lartë madhruar xhelle wala. Dhe normalisht ai janë poshtë çdo gjë. Fuqisë Allahut kur nuk i kundërvihet. Andaj sa që ka planë smundje, pra bënja me dije vetë se sa të qof smundja e madhe, asgjë nuk ka më të madhe se Allahu, sa të madhe se Allahu azza xal. Sa të qoft smundja e fuqishme, asgjë nuk ka, do thot të fuqishme përballë fuqisë së Allahut azza xal. El Aziz ka ardhur për të treguar që Allahu fiton për mbi çdo fuqi. Për atë arsye sa musliman kanë qenë në numër të pakët, me lenin Allahut kanë fituar. Për atë arsye në surën në luftën e Bedrit, edhe luftrat e tjera kanë qenë fituar muslimanët, edhe pse kanë qenë në numër të pakët, për shkak se kanë qenë të lidhur pra me Allahun azza wa xal. Andaj i yansurkum Allahu fala ghaliba lakum. Ka thënë Allahu, nëse Allahu ju ndihmon, nuk ka kush më ju poshtë. I dashur thotë Zoti xhelalu ala, kem min fiatin qalilatin ghalabat fiatan kathiratan bi idhnillah. Sa grupe kanë fituar me lenin Allahut, edhe pse kanë qenë të pakta, do thotë me numra. Andaj Allahu azza wa jalla është ai i cili është El Qawi, dhe është ai i cili i ndihmon robërit e tij me qenë fitimtar. Wala yansuranna Allahu man yansuruh. Pra Allahu e ndihmon ato që ndihmon fenë e Zotit xhella wala. Për të arsye ketaballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allahu ka shkruar libër që fituaria e takon Allahut azza wa jalla dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për të treguar që na duhet me u lidh me atë që është i plot fuqishëm subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu prej dobive që përfiton njeriu nga emri Allahut El Qawi është se sa herë që muslimani dhe zemra e tij e ndihen se Allahu është i plot fuqishëm, ai nuk i friksohet as kujt, por i friksohet vetëm Allahut azza wa xal. Si në urdhëm për të mirë, ashtu edhe në ndalim nga keqja. Dhe e din që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, El mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ila Allahi min al-mu'mini ad-da'if. Në hadithin e Imam Muslimit, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, muslimani i fortë është më i dashur te Allahu azza wa jalla se sa ai i cili është i dobët. Andaj muslimani do thot e din që nuk ka ndryshim gjendjesh as situatash përpos do thot me emrin e Allahut azza wa jall El Qawi. Gjithashtu Allahu azza wa jall do thot na ka mundsuar që të mësojmë prej këtij emri të bukur se Zoti xhelalu ala është modest ka shi krijesave të tij. Përkundër fuqia e tij është absolute. Allahu azza wa jall i jep afat atij që ka bëu gabim me u pendu, edhe pse ka mundësi me u hakmar, edhe pse ka mundësi me u pendu. El Qawi prej me virtyteve dhe përfitimeve është se muslimani i mbështetet Allahut azza wa jall vazhdimisht dhe e din që sa do të qoftë armiku i tij i fortë, ai ka mbështet Allahut dhe Allahu e ruan atë dhe e udhzon zemrën e tij. O men yu'min billahi yahdi qalbah, ai i cili beson Allahu si duhet, Allahu e udhzon zemrën e tij. Alaysa Allahu bikafin 'abdah. Allahu bën thirrje dhe thotë, a nuk i mjafton Allahu robit të tij. Prej përfitimeve që mund t'i nxjerrim nga ky emër i bukur i Allahut azza wa jall është se muslimani nuk i friksohet krijesave dhe vazhdimisht ndjen krenari kur e kujton se është me të El Qawi, ai i cili është i fortë, i plot fuqishëm subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu muslimani e din që El Qawi është ai i cili ka mundësi me dënu muslimanin kur ai rebelohet karshi ligjeve të Allahut azza wa jall. Andaj muslimani friksohet me frikë që takon Allahut azza wa jall me u friksu robi i tij, mirë po pa e tepruar atë. Gjithashtu Allahu azza wa jall
e shfaq me emrin e tij El Qawi, do thot ndjenjen e paaftësisë dhe pafuqisë të njeriu për të bërë diçka. Dhe këtë e ngulit në mendjen e tij se me fuqinë dhe vullnetin e Allahut nuk ka mundësi diçka me ndodh. Për të arsye pejgamberi e porosit Abdullah ibn Qaisin dhe i tha: "Ya Abdullah, qul la hawla wala quwwata illa billah, fa innaha kanzun min kunuzil janna." Ata thonë Buhariu dhe Muslimi, tha o Abdullah ibn Qais, thuaj nuk ka ndryshim të gjendjes as gjë pas me fuqinë e Allahut azza wa jall, nga sa ajo është pra kenz, një margaritar prej margaritarëve të xhenetit të Allahut azza wa jall. Muslimani kur e beson drejt El Qawi, emrin e Allahut azza wa jall, do thot nuk e përfill më fuqinë njerëzore. Sadaqë armiqtë i janë të fortë, nga sa ata prap janë të dobët përballë fuqisë së Allahut azza wa jall. Andaj, i nderuar i agjëruese lidhur me të fortin, me El Qawi, forsoj raportet me të dhe mos u brengos as pak me njerëzit, sadaqë janë të fuqishëm ata. Normalisht, ai që mbështeten të fortin El Qawi, do thot nuk ka mundësi me ik asgjë, nga se nuk është e mundur që me ik diçka Allahut azza wa jall, nga se Allahu ka fuqi për çdo gjë, si në dënim, si në mbikëqyrje dhe si në shpërblim subhanahu wa taala. Gjithashtu muslimani kur e kujton fuqinë e Allahut azza wa jall, krenohet me të dhe bëhet modest dhe i thjesht para madhrisë së Allahut azza wa jall, por njëkohësisht bëhet i thjesht edhe para krijesave të tij dhe e ka të ngulitur në zemrën e tij se njeriu është krijesë e dobët, pra përballë Allahut fuqiplot, i cili është El Qawi. Pra ishin disa mësime porosi dhe fjalë me emrin e Allahut azza wa jall, që është emri i parë që do ta trajtojmë në këtë Ramazan, në këtë ditë të parë të Ramazanit që e trajtuam atë. Dita nesërme e dytë e Ramazanit do të jetë me një emër të ri, kuptohet nëse na jep Allahu ymër edhe na jep shëndet. Elusme Allahun që ditën e parë që kaloi të na pranoj, nëse ditën e vijim të na forcoj të ajojmë këto ditë të bekuara të Ramazanit në mënyrë që ta përmbyll mirë Ramazanin edhe me disa emra të ri të Allahut azza wa jall, thjesht që të jetojmë të lidhur me Allahun azza wa jall, ta kuptojmë që jeta pa Allahun nuk ka kuptim. Besimin në Allahun, në El Qawi, do thot i jep jetës dritë, i jep jetës kuptim, edhe i jep jetës shije. Në takimin e ardhshëm, elus Allahun të na pranojë këtë ditë parë të Ramazanit që kaloi dhe elus Allahun që të kemi agjërim të lehtë dhe të pranuar. Walhamdulillahi rabbil alamin.